Numri personave që konsumojnë duhan ka shënuar një rënje në 2 dekadat e fundit, por sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, shifrat meten ende në nivele alarmante. Por sipas ekspertëve shqiptar për kontrollin ndaj duhanit, 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç në vendin ton janë konsumues të duhanit, duke kthyer këtë në një shqetësim serioz për shëndetin publik. Pra në Shqipëri, duhanpirja është në nivel të lartë dhe është një problem shumë i madh për shëndetin publik. Në 10 të sëmur me kancer mushkërie, 9 janë konsumatorë të duhanit, thonë ekspertët. Gjithashtu sipas tyre, edhe konsumimi i cigareve elektronike ka krijuar varësi te grup moshat e reja. Këto produkte japin njëherit mundësinë që nesër të rinjt përdorues të kthehen në duhanpirsa sepse kjo jep varësi. Ligji që ndalon duhanin brenda ambienteve të mbyllura është një tjetër çështje e cila sipas ekspertëve shpesh lihet në arrest nga institucionet. Situata e duhanpirjes mbetet shqetësuese, duke qenë dhe një prej shkaktarëve kryesor të vdekjeve në botë. Nisur nga kjo, Organizata Botërore e Shëndetit kërkon forcimin e masave nga ana e qeverive, duke rritur taksat mbi produktet e duhanit, ndalimin e reklamave si dhe kontrollimin dhe rregullimin e produkteve të reja të nikotinës.